Një fazë e vështirë financiare, ndoshta më e vështira në jetën time, më shtiu shumë vite më parë të kërkoja përgjigje. Dhe ajo rrugë më çoi trajnohem drejt për drejt nga miliarder. Njerëz që kuptojnë në thellësi energjinë e parave, mendsinë e bollekut dhe mënyrën si funksionon financa e vërtet. Dhe sot gjithçka që kam mësu, po u sjell juve. Këto ditë kemi nisur një program të jashtëzakonshëm, një udhtim të thellë drejt energjisë së shitjes dhe lirisë financiare. Ne punuam me 5 shtylla që ndryshojnë shitjen nga rrënje. Shitja si energji, sepse klienti e ndjen energjinë tënde para se të dëgjojë fjalët e tua. Shitja si vlerë, njerëzit blejnë ndjesinë, jo produktin. Shitja si identitet, ti nuk shet teknik, ti shet kush je. Shitja si marrëdhënie, shitja është takim shpirt-shpirt, jo person. Shitja si frekuencë bollekut, kur ti je në bollek, bota të përgjigjet në bollek. Dhe pjesa më transformuese e kësaj javë, meditimi për lirinë financiare dhe aktivizimin e energjisë së shitjes. Për më bukur është ajo që vjen javën e ardhshme, pjesa praktike, aty ku energjia bashkohet me veprimin, hapat e një shitje të suksesshme. Si të strukturohet biseda me klient, si identifikohen nevojat reale, si ofrohet zgjidhja e duhur, si trajtohen kundërshtimet pa frikë dhe pa presion. Nëse nuk jeni ende pjesë e këtij udhëtimi, ky është momenti juaj. Rruga drejt lirisë financiare fillon nga brenda teje. Hapu, lësho dhe lejo bollekun